Si duket sot Kosova në sytë e huaj, përveç që duket ashtu siç duket në sytë e qytetarëve që jetojnë këtë krizë. Si e shohin të huaj sipas jush Kosovën sot? Po, vetë fakti që na, domethënë, jemi jashtë të në agjendave të mundshme, të sidomos bashkisë ndërkombëtare, sidomos partnerëve tonë, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe Bashkimi Evropian, kallëzojnë çush po dokun në sytë e të huajve. Unë mendoj që kur ma keq nuk i kemi pas punë në raport me politikën e jashtme ose me partnerët tonë ndërkombëtar, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi jashtë fokusit tyne, hala s'kemi ambasador. Okej, jam bënu pak edhe me ambasadorat në rajon, po i bënë në atje, janë caktuar në atë, që na se bën kur slap. Ako me pas ambasador, u botona e ambasador s'kemi. Mesazhi i tyre është një tregus. Rnoni, jetoni me krizat e juve, jetoni me moçalin e juaj politik. Po, na jemi qaq të vegjël, edhe tash sidomos në këtë nuk ndërhym këto trazirat politike që po ndodhin nëpër botë, domethënë ku është repozicionimi i fuqive, randi i ri global, domethënë ka fillu me marr kahje. Po, paka shumë raporti i forcave në botë. E na me konkret situatë është kogja është e rrezikshme për shkak se na jemi shumë të vegjël. Edhe që tash nëse na s'dimë pozicionu, edhe me esim keq, atëherë në kanë më na udashta një 100 vjet tjera për me ardhur dhe avim as vim në situatën e një. Kështu që na do të më shfrytëzu se cilën moment, na që 6 vjet na kemi pas raport, s'kemi pas kur në fakt takime të rëndësishme me marrëdhënie ndërkombëtare. Takime të rëndësishme, më thonë, projekti madh i rëndësishëm që në shku kryeministri jo në taku me një kryeministër, e kanë bërë një farë plani, një farë ide, një farë projekti, një farë investimi. Në Greqi ishte zoti Kurti. Po, me Papandreun për takohet. Në Greqi ishte me Shqipërinë në dukje, janë lexuar si raporte të ftohta me kryeministrin. Janë raporte të ftohta. Rama në Greqi ishte dhe në këto 6 vite nuk shihet që Greqia ka lëviz në gjithë ato takime që ka pasur Kurti për ta njohur Kosovën. Absolutisht, edhe pse përpara ka pas lëvizje dhe ka pas qëndrime në drejtim të njohjes së shtetit Kosovës, ato më që 6 vjet si përmend kërkush. Ky shkon takohet me ato grupe të majta ekstreme atje. Me miqtë e Miloševićit, Papandreou kon mik i Miloševićit, ka jo dihet. Vjen me një search në Google edhe këtë historinë e tregon. Dhe kë shkon takohet me ta. Për çka qysh tek në arsyet mesin më po në fakt. Cilin mesazh po e çon Kosova politike para komunitetit ndërkombëtar? Jo vetëm këto vite, po në gjithë këto vite, po them, cili mesazh? Fatkeqësisht mesazhin që nuk dim me majtë shtetën me poshtet. Edhe nuk i respekton ato parimet mbi të cilat të ndërtu shteti i Kosovës. Janë parimet, janë ato shtyllat, cilat janë dalën për planit të Ahtisari, nuk është të respektu. Tash, inshallah, asnjë qeveri nuk e zbatoi një gjykim gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit, zoti Kurti e zbatoi mbi manastirin e Deçanit atë. Zoti Kurti u dakordua në Bruksel për planin franko-gjerman në mars të vitit, në shkurt të vitit 2023. Zoti Kurti pranoi dhe aneksin e Ohrit. Tani zbatimi ka fillu. Është në proces. Dhe cilën punë nuk e kreu Kurti që thu se Kosova me këtë kryeministër po duket keq në sytë e komunitetit ndërkombëtar. Për shkak se ka thellu përçarjen edhe tensionet ndëretnike mos flasim gjithsesi. Po edhe veprimet që i kanë ndërmarrë, domethënë janë veprime që kanë pa koordinim me partnerët. Edhe po planin e Ohrit edhe Brukselit është e zbatu, po veç ai plan krijon një autonomi të pakicës serbe në Kosovë, si më të pjesën veriore, një autonomi me kompetenca kohëzat mëdhaja, që dallon shumë prej planeve të mëhershme.
Edhe kjo do më thonë është ajo që në fakt vetëm sa ka thellu këtë farloj, që më thonë, raportet, tensione, po më në raportet me ndëretnike në Kosovë, të bo përqarje, a në fakt u mendoj që këtë kanë qenë këto në koordinim edhe me listën serbe, po edhe me Beogradin, për shkak se gjithçka po shkon tash në favor tani krijimit të autonomie të veriut. Shala, sot në veri, qeveria Kurti insiston që Kosova ka sovranitet të plot. Dhe nëse atje, sipas tyre, nuk janë bandat kriminale të Radojqiqit e strukturat paralele. A është me pak e dhimbshme politikisht për Kosovën që ta vënë zbatim këtë plan, siç thua, edhe për autonomi, apo përsa kohë që ishin banda serbe. Si ishin sot veriu në Kosovës, Shala? Kur shëllheq komunat, cila parti? Lista serbe. Ai po mirë, është që kjo lista serbe, e cila në fakt është akuzuar, është sulm prej vetëvendosjes, ndonjëherë kanë thonë që është organizacije terroriste, 100.000 lloj epitete. Politikisht kështu kanë folur, po. Po, që shubo tash ata mi pas komunat prapë në dorë. Sepse kanë vendosur institucion zbatuese të tjera të ligjit të mëndër. Jo, më po nëse është një... Politikisht vetëvendosja e ushqeu pjatën e saj për populizëm, por... Se s'punoj ky gjatë tonë këtij mandatit tina për me minimua partive tjera serbe për me që spaku janë për me integru... Për ta pluralizu mjedisin, po. Se s'punoj në drejtim. Klima sot në veri, Shala, është më mirë për ju, apo si është? Klima sot në veri është për përgatitje për me implementimin e autonomisë atje. Komunat udhëheqen nga lista serbe. Lista serbe është listë e krijuar prej Vučićit. Edhe nuk mujnë partit tjera me marrë frym partit tjera serbe në Kosovë. Autoriteti institucioneve qendrore të Kosovës. Ju kujtohet 4 vjet shkoi bëni zgjedhje atje kur bojkotuan. Ata 4 vjet me majti me do kryetarën në veri. U kthy prap lista serbe e morr kontrollin e pjesën veriore. Edhe lista serbe e krijon asociacionin e zajednicën ai që po thot, bas marrëveshjes të Ohrit edhe të Brukselit. Ky negociatori tash ky Sorensen, ky sa ka filluar veç implementimi. Po e pohoi edhe vet, po. Në rrugën sipër, po. Këto ligje që po bën për të hujte. Ky ligj që po bën tash për që kanë filluar përsetësi kanë tash të mas informacioneve sërb po regjistrohen me të madhe, ja ka mundësu sërbe edhe aty në shëvëgjatëve të Kninit që kanë arë në kohën e Miloševićit, këtu më regjistru si qytetarë të Kosovës. Shala, në këto 6 vite, qeveria Kurti insiston që me ta në pushtet, veriu i Kosovës mori traj tjetër. Atje kemi institucione ku zbatohet si pas tyre randi dhe ligji si pas tyre, po e citoj, dhe në këtë klim si pas tyre, një prezencë fortë e shtetit Kosovës në veri, shmang çdo mësymje që mund ta ketë Serbia për çkadëlloj, ose të listës serbe, ose kështu me radhë. Ju si eshin? Nëse implementohet, ai veç ka fillu më implementu, unë mendoj që shpejt kemi me po edhe krijimin e asociacionit, në pjesë në bazë të marrëveshjes të Ohrit të Brukselit, që për mendimin tim është shumë më e dëmshme se ajo e thellon këtë ndarje ndëretnike. Shkak se jep shumë më shumë kompetenca se që duhet. Serbe, unë mendoj që asociacioni u dash më bë mëti, për shkak se një prej shtyllave të planit atisarit të shtetërdimit të Kosovës dash më bë atëherë kur u dash. Domethënë, krejt kjo situatë që u zgat kaq shumë, përdhan gjithmonë kërkesat rriten, palës tjetër. Edhe me të ashpëra, me të forta. Po, kërkesat rriten. Edhe na kemi me pas atje autonomi. Autonomi, po, ajo që unë po tut në është. Që thash edhe pak më herët. Nëse na fillojmë këtu me pas polarizimet mëdha, që cilat mund me prodhuar konfliktit të vogël mes nesh. Të rreziku është që ajo pjesë Serbia me mora pjesë me pretekstin që po i mbron serbtë edhe në rënd komplet situata. Është NATO këto me to, si ta bëj këto? Po i NATO është, po që apëshet të japave, ma NATO tërhaq pej urës
metën policia e Kosovës. Tash do peshohin këto si shtrimi i sovranitetit në ur. Po nëse është shtrimi i sovranitetit edhe u kthy siguria në atë vend, atëherë s'ka nevojë policia me nejt në ur hiç. Po unë veç po lutna që mos me qenë në i farvije kufitares. Qash, edhe ne kam, o droja jem, nuk kam qef me dalë që po thënë. Kam qef me gabu në këtë pikë. Cilat tregimi për Kosovën politike prej 2008-se deri më sot 2026 ja, po i bje mirë Kosovës ky kostum kushtetues. Red më pas respektu qysh duhet, më pas ecë se gjanat qysh janë konto e ecë, mendoj që ka qenë shumë në rrugë duhuna, në rrugë të mirë. Po gjërat ndryshon gjatë rrugës. Edhe tash tek qyri nga përbje mirë, as përbje mirë, po tash edhe kur e shes që s'po t'bje mirë një kostum do është me ditë cilin me marrë dhe cilin me përshtatë. Unë nuk e kam qarta, a kemi na qartë çka dojmë nëse me këtë kushtetut s'po na konvenon ose s'po na bjen tamam, a e kemi qartë çka na bjen tamam. Unë s'po shoh që kemi plan B. Nëse që kjo nuk ecë qështu, muj me ecë qështu, s'jëm të e pa. Unë nuk jam të e pa këtë punë. Nëse një moment caktum, se po mdoket që aty e bona dhe pyetje, nëse një moment caktum është diskutu një farloj këmbimi i territorëve, me edhe një pjesë të veriut e me morë pjesë loginës për shevës atje, sot nuk e kinë tavolina së ta. Sot asë që bën laf kush atë punë mo. Po, pi bojmë presion Serbis mi respektu drejtat për shqiptarëve të loginë atje. Po kur gjë ma shumë s'ka për parësi dhe ma i plan, nuk është as aj më në tavolina, nuk diskutohet. Kështu që qka nëse që kjo s'po na bjen tamam. Çka na bjen tamam, a e dim. A është ky mesazhi që po e çon Kosova, po them. Po na po dhe, nëse dim çka ato na ra tamam, se s'kemi kriju kur gjë për më na ra tamam. Se nëse kish pas plane, okay, ky plani A, dështën, vjen plani B, fillon me plani B ose edhe C, po na s'kemi. Unë s'po shoh, s'po ku unë s'po shoh. Nështë ka dikush, është Albin Kurti e ka në për plani, po unë nuk jam të e pa që është ai plani, që është përshijet, që tash, që do që të ndodhë, është në dëmë toni. Shala, e kem parë që Vučić ka orfatje të kaloj si kryeministër shpejt në zgjedhjet që pritet t'i mbajë Serbia. Dhe po del hapur me idenë për t'ia pëqyrë Kosovës me fjalime fashiste para ushtrisë, duke inkurajuar ato që të kthehemi në Kosovën tonë me mitologjinë e rremet të kishës ortodokse se Kosova t'jepi tyne. Komuniteti ndërkombëtar nuk e çerton. Po, mbylljen e si. Çka po ndodh Shala? Po, që është thash pak më herët. Na nuk ndroi as atë ministrin fashiste të Miloševićit. Jo, më si se dalë çfarë. Na ai tash në fushat edhe sigurisht tash ai është person fjalorin për çështje. Sepse edhe opozita në Serbi është edhe me fashiste. Alama më radikale në raport me Kosovën, është shumë e vërtetë. Në gjithë këtë periudhë Shala, Serbia pasi ka humbur Kosovën me luftë, u orfat që ta bllokoj Kosovën çdo rrafshin e brendshëm, rrafshin ndërkombëtar dhe nuk ja ka dalë. Kosova u shpall shtet bashkë me komunitetin ndërkombëtar, u bëni pakt, nëse mund ta them, koordinime që Kosova çoj mesazhin se është vend shtet demokratik, respekton pakitat, diçka lëvizi Shala, edhe në këtë. Kështu që në këtë klim po them, ajo çfarë bëri zoti Kurti e që insiston kur thotë se me veprimet e tij në qeveri po ja pamundson ambicien e saj me aneksuar pjesë. Ju si e shihni Shala? Ju po shihni paqartësi në procesin si? Jo, unë po shoh që na nuk jemi absolutisht në agjendën e asnjë prej këtyre partnerëve tonë të mëdhenj ndërkombëtar, të cilët vendosin për situata dhe për zhvillimet në secilin vend botës. Na nuk jemi. E që kjo është shqetësimi për shkak se po e vrej që
Po e vrej që Bashkia Ndërkombëtare, partnerët na që i kemi pas të tash, ata janë ka bashkëpunoj me Vučićin. Po, Ti thape mshelin synin, ata ma nuk reagojnë për kur gjë heq. E këto situata, kur nuk ka reagime, kur një president i një shteti del me deklarata fashiste edhe me pretendime territoriale, edhe ato edhe me marrë edhe me ushtri, dhe më thonë, kërcënën me një lloj lufte ose konflikti, edhe s'ka reagime atëherë cili është që mundet me tarë nërmen, që jo ka ndodhë. Më thonë, në këtë rast i bjen që e ka në i farloj amini për vakia dhe dikujnë atë Bashkisë Ndërkombëtare. Për që ata na do të me konë shumë syqel edhe shumë kujdesshëm në raportet me partnerët tonë ndërkombëtar. E na këtu jemi kërkun. Nësë jemi këtu, në fakt, na nuk kemi raporte me ushtarakët e karrierës thonë Kosovë këtë studio që i kam pasur se Serbia janë syu Kosovës duke bë agresion në shtatorin në sulmin dhe në sulmin në Varak në nëntorin vetëm pas. Jam syu Kosovës për ta sulmu atëherë kur sipas ushtarakëve të karrierës. Kur Kosova po çonte lajme se nuk qëndron mirë në raport me aleatët e saj. Po sakt, është e sakt kjo, e sot hala qëndron kë po qëndron absolutisht, edhe sot e kemi hala ma keq në raporte. Sot fakt s'kemi hiç raporte. Atëherë s'paku Vjosa Osmani tentoj mi majt pak me administratën e pak një parafrimi me administratën Trump. Sot se kemi as ato. Sot s'kemi kur fa raportesh. Madje unë mendoj që Albin Kurti me administratën Trump, ai kë në fakt e ka as nuk don me ni për ta për arsye të bindjeve ideologjike të ekstreme të majta që i kanë këta e ata që janë djathtë. Reduktohet veç të bindjet, po ç'është? Pa tash ai dul e tha publikisht këto në Spanjë kur kanë atë konferencën e ekstremit majt. E tha publikisht që na nuk do të me leju djathtit me pas pushtete. Në tha Albin Kurti. Po kalon për internacionalin socialiste, kalon ai dhe zoti Rama. Pa po kush jemi na me dalë me kallëzu botës se të me bëverit. Po na të bëtë 100.000 të lashe i kena në këtë vend, asim të mujt me e përthëku, ose që me dhonë me përmbyll njëherë këtë punën e shtetit tonë. Alo se kemi përmbyll, alo jemi në qeli kemi varën. Edhe, tash, këtë po qëtë kryp në varë që thojnë, dhe së mshelet. Në thonë, në qëto njerë do të ashtë vetë njerë me përmbyll këtë punë, me mshel çështjen e shtetësisë të Kosovës, tani mundesh me dalë me kon pak më radikale, mundesh me qenë pak më arrogante, nashta me Bashkinë Ndërkombëtare. Po forma në cilën është të vepruar është kaq e rrezikshme për mendimin tim. Fatkeqësisht skemi opozitë me sfidu ç'është duhet. Kush e përfason ju politikisht sot ta zëm një pyetje direkte? Nga kush përfasoni politikisht sot në Kosovë? Kush ona? Po, shqetësimin tuaj, ata përfason dikush politikisht sot në Kosovë? Absolutisht. Absolutisht njëri gjallë. Po dalim flasim me çështje deklarative, po nuk ka veprime konkrete. Nuk po arrin me kriju, me bo kauz partitë opozitare, atë një parti nëse s'ka kauz, cili është, domethënë, qëllimi i ekzistencës. Kur ti s'ki kauz, ku po do me mri partitë janë për me kriju plane konkrete, strategji, kauza për me arë në pushtet. Çato kauza, masanena i bin njerëz, që kemi javoj jetën më të mirë, i bin njerëz që kanë me pas siguri më të madhe, i bin njerëz të shtyni dhe shpresë ato. Që kanë me pas liri më të madhe, edhe njerëzit tani të votojnë. Po këto s'jën të bo kur gjë në këtë drejtim. S'kan, nuk kanë plan, ma shumë merren me çështje të brendshme, merren me dolar planash, për mendimin tim, që nuk e kanë as një lloj rëndësie për këtë vend, edhe e lajnë Kurtit krejt livadë për me kullot ka dënë. Edhe që shtu këndohë. Po shihesh i pa shpresë, çala. Po shi nëse u bon 2 vjet e gjysërit,
po shenë lojnë atë një 2 vjet, a bon 2 vjet, 2 e gjysë, po 2 po bojnë, sa 2 vjet, që na jemi të sill në farrethit mbyllën, po sillemi, ka fillu më normalizu dhe kjo puna e zgjedhjeve, kjo puna e shkeljes kushtetutës, ka fillu më normalizu e keqja në këtë vend. Si bo më përshtypje kur kush kërkujna pse e thën ligjina, pse ka thy kushtetutën, pse ka bani krema, kërkujna mos si bën përshtypje në këtë vend. Më thonë, ka fillu më normalizu e keqja. E kur të normalizohet e keqja, njerëzit fillojnë me hub shpresën atë farveni. E kur e hubin shpresën atë farveni, e se dojnë ma venin e vetë, ikin be ati veni. A është të ndodhë që kjo? Të na. është të ndodhë çdo ditë. Njerëzit janë të ikë sa po mujnë, nuk janë të ikë pse i kanë kushtet e mira, se si kërkosh kur i ka kushtet e mira, kur e ka lirin, kur i ka gjitha beneficionet që jep shteti. Po janë të ikë prej të këqijave, njeri ikë prej të këqijave. Arsyetimet kur i nin DD-ve, po ja çashtu edhe Gjerman ikin, jo bre nuk ikin Gjerman për të njëjtat arsye. Nuk ikin, e Gjermani shkon, ata e kanë tjetër situatë, Gjerman kanë probleme edhe me gjeneratat e reja, neve në të na ikë bashkë gjeneratat e reja, aty në pju duhen gjeneratat e reja, po ne i marrin neve. Është me rëndësi që opozita përfason një kaos për t'i bën njerëz me tregimin e saj politik. Po një Kosovë të nesërme, prit një shkundje nga shtatori Shala. Nuk e di që kanë tregim opozita, nuk kanë story. Të i sot s'kum pas